Ndërruar besimtarë dhe besimtare, periudha pas muajit të përjetshëm të Ramazanit është periudha njëkohësisht e falënderimit. Pra që besimtarët dhe besimtarët falenderojnë Allahun Azza wa Jall, i cili i udhëzoi, i dha suksesin, u bëri të lehtë agjërimin e Ramazanit dhe kryerjen e punëve të mira. Dhe Allahu thot: "Li tukmilu al-idda", në mënyrë që ju ta plotësoni periudhën, pra kohën e agjërimit. "Wa li tukabbiru Allaha ala ma hadakum", dhe të madhëroni Allahun për shkakun se ai ju ka udhëzuar juve. Pa të bëni tekbir ditën e Bajramit. "Wa la'allakum tashkurun", dhe në mënyrë që të falenderoni. Pra shikoni se ka lidhur përfundimin e agjërimit me falenderimin. Pra pas punës së mirë të falenderosh Allahun subhanahu wa ta'ala. Të falenderosh Allahun Zotin tënd, krijuesin tënd, i cili të lehtësoi ty namazin e natës, teravit, agjërimin, këtë shtyllë madhështore të Islamit. Të lehtësoj çdo punë të mirë. Por falenderimi i cili është falenderim me zemër dhe me gjuhë, duke thënë falenderim takon Allahut, dhe me vepra, sigurisht që bëhet duke vazhduar punë të mira, sepse nuk ka kuptim falënderimit, falenderosh Zotin, ndërkohë që ti po i lek këto punë.